çfarë mund të na mësojë një kazino për motivimin njerëzor? Tingëllon çuditshëm apo jo? E pra, përgjigjja është çuditërisht shumë. Sot do të zbulojmë sekretet e një manuali trajnimi konfidencial, një manual që tregon se si një mjedis me presion kaq të lartë arrin t'i mbajë punonjësit vërtet të angazhuar dhe të motivuar. Mirë, hajde t'i futemi thellë kësaj çështjeje. Dhe ja ku e keni. Kjo është filozofia thelbësore që drejton absolutisht gjithçka. Ideja nuk është që të krijojmë motivim nga asgjëja. Jo, ka të bëjë me të kuptuarit dhe, le themi, drejtimin e atij motivimi që tashmë ekziston brenda çdo personi. Ky citat është vërtet pika fillestare për gjithçka që do të shohim sot. Dhe ja ku vjen surpriza e madhe. Ky këndvështrim kaq i fuqishëm nuk vjen nga ndonjë guru menaxhimi apo nga një libër i famshëm biznesi. As pak. Vjen nga një dokument i brendshëm i krijuar për të trajnuar stafin e një kazinoje. Imagjinojeni, nga dilerat te operatorët e sigurisë. Kjo na jep një vështrim vërtet unik, një vështrim nga brenda. Pra, le të zhytemi në këtë manual sekret. Në këtë pjesë të parë, do të zbulojmë se si ky dokument përdor një teori psikologjike shumë të famshme, si, le të themi, shtyllën kurrizore të gjithë strategjisë së tij të menaxhimit. Dhe teoria për të cilën po flasim është hierarkia e nevojave e Abraham Maslow. Ideja në thelb është e thjeshtë, por tepër e fuqishme. Nevojat tona janë të strukturuara si një piramidë. Duhet të ndërtosh një themel të fortë, pra të plotësosh nevojat bazë përpara se të mund të synosh majën. Nuk mund të bësh ndryshe. Tani, le të shohim konkretisht si ndërtohet kjo bazë e piramidës. Për kazinon, këto nivele themelore nuk janë thjesht të rëndësishme. Ato janë absolutisht të panegociueshme. Janë themeli mbi të cilin ndërtohet çdo gjë tjetër. Fare në fund të piramidës, në themel, gjejmë nevojat fiziologjike. Këto janë kërkesat më absolute për mbjetesë, gjërat që na mbajnë gjallë dhe funksional. Kur flasim për punën, kjo thjesht përkthehet në kushte bazë dhe dinjitoze. Dhe ajo që është vërtet interesante këtu, është sa konkretisht i adreson kazinoja këto nevoja. Këto nuk janë thjesht koncepte abstrakte në ajër, po flasin për pagë konkurruese, shpesh mbi mesatarin e tregut, një vakt ushqimi falas gjatë çdo turni, kafe dhe ujë pa limit dhe madje edhe transport të sigurt gjatë orëve të vona. Kjo tregon një investim shumë serioz në mirëqenien bazë të stafit. Okej, sapo të jenë plotësuar nevojat fizike, menjëherë vjen nevoja për siguri. Ne si njerëz kërkojmë rend, parashikueshmëri, një farë kontrolli. Dhe imagjinojeni pak në një mjedis si kazinoja, që mund të jetë mjaft kaotik, ku rregullat janë kritike. E pra, aty ky nivel merr një rëndësi edhe më të madhe. Dhe përsëri, manuali tregon saktësisht se si teoria zbatohet në praktik. Kontratat e punës janë të qarta, të detajuara, pa vend për keqkuptime. Ka rregulla dhe procedura të dokumentuara për çdo rol, kështu që të gjithë e dinë saktësisht çfarë pritet prej tyre. E gjithë kjo çfarë bën, krijon një ndjenjë sigurie psikologjike, e cila lejon stafin të përqendrohet plotësisht te puna e tij. Okej, me themelet e siguruara, me bazën e fortë, tani fillon gjitja e vërtet drejt majës. Dhe këtu është vendi ku kultivohet motivimi i thellë dhe afatgjatë. Kjo në fakt është pyetja thelbësore. Manuali e bën jashtëzakonisht të qartë. Plotësimi i atyre dy niveleve të para, pra bazës, nuk është fundi i rrugës, përkundrazi është vetëm fillimi, angazhimi i vërtet, besnikëria, performanca e jashtëzakonshme, e gjithë kjo vjen nga nivelet më të larta të piramidës. Kjo ngjitje, le ta mendojmë si një rrugtim me 3 hapa kryesor. Hapi i parë, përkatësia dhe lidhja, nevoja për të ndjerë pjesë e një grupi. Hapi i dytë, vlerësimi dhe statusi, nevoja për të ndjerë i vlerësuar. Dhe në fund, në maj, kemi vetë aktualizimin, pra nevoja për të arritur potencialin maksimal personal. Le të shohim me radhë. Ne jemi krijesa shoqërore, kjo nuk diskutohet. Dhe manuali e thekson diçka shumë të rëndësishme. Izolimi dhe mungesa e komunikimit janë ndër arsyet kryesore pse njerëzit largohen nga puna. Pra të ndihesh pjesë e një ekipi nuk është thjesht një bonus apo një luks, është një nevojë thelbësore psikologjike. Dhe ja ku shohim teknikat konkrete. Mbledhje të përbashkëta ekipi para se të fillojnë turnet, për të krijuar një qëllim të përbashkët. Rotacioni organizuar i stafit, që njerëzit kenë mundësi të njohin kolegë të rinj. Analiza pas incidenteve, jo vetëm për procedurat, por edhe për anën emocionale, e madje edhe aktivitete opsionale jashtë orarit. Këto janë mënyra të thjeshta, por tepër efektive, për të ndërtuar lidhje të forta. Okej, pasi një person ndihet i sigurt dhe i lidhur me ekipin, fillon të kërkojë vlerësim. Kjo është ajo dëshira e thellë njerëzore për të ndjerë i respektuar, për të pasur ndjesinë se kontributi yt ka vërtet rëndësi, se puna që bën vërehet dhe vlerësohet. Dhe pika thelbësore këtu është se jo të gjitha format e njohjes
janë të barabarta. Manuali bën një dallim shumë të qartë midis një punë e mirë të thatë, gjenerike, dhe një vlerësimi specifik dhe të sinqertë. Dhe diçka tjetër, ndonjëherë delegimi i detyrave të rëndësishme, pra tregimi i besimit, mund të flasë shumë më tepër se çdo çmim apo fjalë lavdëruese. Dhe kështu arrim në majën e piramidës, vet aktualizimi. Këtu motivimi bëhet diçka thellësisht personale. Ka të bëjë me përmbushjen e potencialit tënd të plot, me rritjen e vazhdueshme dhe me atë ndjesinë që puna jote ka një kuptim, një qëllim më të madh. Kazinoja e kupton se ky nivel përkon mundësi reale, konkrete dhe ja çfarë ofrojnë: trajnime të specializuara dhe certifikime, mentorim nga menaxhmenti i lartë dhe diçka jashtëzakonisht e rëndësishme, një rrugë e qartë karriere, për shembull nga dealer në pit boss. Kjo i jep stafit një arsye të prekshme për të investuar në të ardhmen e tyre aty. Tani, le të bëjmë edhe më praktik, dhe të shohim se si këto nivele të ndryshme zbatohen në role specifike brenda kazinos. Kjo na tregon diçka shumë të rëndësishme. Motivimi nuk është një formule vetme për gjithë. Ai duhet përshtatur sipas rolit dhe individit. Kjo tabelë përmbledhëse është vërtet fantastike, sepse e bën gjithçka shumë të qartë. Për një dealer për shembull, ndjenja e ekipit në tryez, pra përkatësia, është thelbësore. Për një arketar, besimi që i jepet për të menaxhuar parat është një formë jashtëzakonisht e fuqishme vlerësimi. Ndërsa për dikën në ekipin e mbikëqyrjes, specializimi dhe fitimi i aftësive unike, pra vet aktualizimi, bëhet motivuesi kryesor. Okej, pas gjithë kësaj analize të thellë, çfarë duhet mbajmë mend? Le t'i përmbledhem të gjitha në disa mësime kryesore, pika që mund të zbatohen pothuajse në çdo fushë. Pra, këto janë pikat kyçe. 1. Pa një themel të fortë, pra nivelet 1 dhe 2, asgjë tjetër nuk funksionon. 2. Angazhimi i vërtet, ai i thelli, vjen nga nivelet psikologjike, 3, 4 dhe 5. 3. Motivimi është personal. Çfarë funksionon për një person mund të mos funksionojë për një tjetër. 4. Roli i një menaxheri është të krijojë mjedisin për motivim, jo ta imponojë atë. Dhe 5. Motivimi nuk është një projekt me fillim e fund. Është një proces dinamik që kërkon vëmendje të vazhdueshme. Dhe gjithë kjo na lë me një pyetje për reflektim personal, pasi plotësohen nevojat bazë për mbjetesë dhe siguri, në cilin nivel të piramidës gjendet përmbushja e vërtetë? A është e lidhjet që krijojmë me të tjerët, te respekti që fitojmë, apo te arritja e potencialit ton të plot? Përgjigja, siç e tregon edhe ky manual i fshehtë, është thellësisht personale.